Gjenar Topalli, djali I politikanes së njohur Josefina Topalli, ka kurorzuar dashurinë e tij me gazetaren e njohur Cindy Marina në një ceremoni madhështore që u zhvillua fundjavën e kaluar në Itali. Dasma ishte organizuar me shumë kujdes dhe shkëlqim, ku luksi dhe eleganca tërhoqën vëmendjen e të gjithë të ftuarve. Shumë personazhe publik, figura të njohura të ekranit dhe politikanë ishin të pranishëm, duke e kthyer ngjarjen në një nga eventet më të komentuar të kohëve të fundit në botën shqiptare të showbizit dhe politikës. Megjithatë, vëmendje të madhe mori edhe një koment I bërë nga moderatorja Eva Murati, ishe dashura e Gjenar Topallit. E pyetur nga një ndjekës në rrjetet sociale, Eva nuk e kurseu një thumë të fortë drejtuar familjes Topalli. Ajo deklaroi se nuk do të pranonte kur diçka që vjen nga lekë të vjedhura nga parat publike, një aludim I qartë për pasurinë dhe mënyrën se si mund të jetë siguruar ajo. Ky reagimi I saj ndezi debat në rrjete, duke rikthyer edhe një herë në qendër të diskutimeve marrëdhënien e saj të dikurshme me Gjenarin. Përveç kësaj, është vënë re edhe mungesa e Josefina Topallit në seancën e betimit në parlament më 12 shtator, ku ajo pritej të merrte mandatin si deputete e zgjedhur më ëmbdëshmaj. Shkaku I mungesës së saj ishte pikërisht dasma e të birit, të cilën ajo e konsideroi me rëndësi më të madhe. Kjo zgjedhje gjithashtu u komentua gjerësisht, duke shkaktuar diskutime mbi prioritetet e saj si politikane dhe si nën. Në një reagim të mëvonshëm, Eva Murati skaroi mendimin e saj, duke e bërë edhe më të qartë qëndrimin kritik. Nuk dua të më malkojnë miliona shqiptarë se po tregoj një pasuri e cila mund të jetë siguruar duke vjedhur fondet publike. E di që kjo më përndjek çdo ditë, por ta bësh këtë një ditë pas dasmës tënde është më shumë se patetike, shkroi ajo në një koment që u shpërnda dhe u diskutua gjerësisht në portale e rrjete sociale. Kjo deklaratë e fortë e Evës e kombinuar me atmosferën luksoze të dasmës dhe mungesën e Josefina Topallit në betimin zyrtar, e ka bërë këtë ngjarje një ndër temat më të diskutuara të momentit, duke përzier dashurinë, luksin, politikën dhe polemikat në një skenë të vetme që vazhdon të ndezë debat publik.